mos u brengos, e jotja është që ti të angazhohesh, por dhe të kërkosh ndihmën e Allahut. Ti angazhohesh pra, por në të njëjtën kohë kërkon edhe ndihmë nga kush? Pra nga Allahu te bareke wa taala amma yushrikun. Prandaj, nëse çështja jote është se ti lodhesh shumë në këtë dunjë, punon, angazhohesh, po mos harro të ndash një pjesë nga të mira që të ka dhënë Allahu për përhapjen e fjalës së mirë, punës së mirë, veprës së mirë. Sepse do të lartësohesh në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe do të kesh një jetë të lumtur. Pra, kush bën vepër të mirë, pra duke qenë besimtar, qoftë femër apo mashkull, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, ne kemi abu një jetë të lumtur, thot Allahu i Madhreshëm. Pra kime pas jetë lumtur kur ti bën vepra amele të mira. E kjo është pra ndihma e Allahut, e kjo është ndihma e Allahut që u është dhënë pra atyre që kanë hyrë në fenë e Zotit turma dhe kanë falendëruar Zotin, e kanë lartësu, e kanë falendëruar, kanë kërku falje dhe Zoti pra u ka pranuar pra tauben pendim.